çështja e investimit, çështja e integrimit të Shqipërisë në BE, janë agenda që në fakt du ta pranojmë. Nuk është kjo spekulim, po çështja e zhvillimit të turizmit natyrisht që është konkurrent edhe për Kroacinë, edhe për Malin e Zi, e sidomos për Greqinë. Dhe shihni ju që vërtet mund të ketë elemente të tilla të infiltruara në këtë protestë? Ka dikun një mikimi, ishtë diplomat para 7 muaj qartë më ka thënë. Serbia mund t'i doroj të gjitha, por të futët Shqipëria para Serbisë në BE, këto se dorën Beogradi. Dhe thoni që Serbia mund tjetë ajo që infiltron agent të tretë në këtë protestë? Mund tjetë shumë faktor. është faktori Shqiptar që... Sepse është përmendur Greqia, është përmendur Irani, Greqia për motivet të turizmit, konkurencës, Irani për arsye të tjera paknaqësive me Izraelin. Si cila pol ka agendën. Tash njerëzit që janë brenda, kanë agendën që janë të paknaqur me qeverinë. Dhe kjo nuk mohohet, do më thënë ka arsye. Por pastaj këtë agendë mundohen të shfrytëzojnë shumë faktorë, do më thënë. Për të kriju qka? Po, për të kriju agendat e vete, do më thënë Greqia për mos me pas një konkurencë, sepse nëse investohet, do më thënë 4 miliard me një resort. Mas nese mund të këtë një resort tjetër, dhe faktikisht Shqipëria bëhet destinacioni kryesor dhe kjo humb fuqi punëtore, humb pika turistike, humb vëmendjen e Greqisë. Në anën tjetër, antarësimi i Shqipërisë në BE sjell favore për gjithë resort, investime të mëdha dhe Shqipëria në fakt fiton një hap dhe një dinamik kundër rajonit edhe duke qenë pjesë e NATO-s që pa diskutim mund të bëjnë një hap të madh që mund të lëmë mbrapa, dhe më thonë, Serbin mund të lëmë Maqedoni gjithsesi, dhe në fakt këto janë agenda që tash fjala është që ne du të qeverismi, ne nuk du të ankomi që pse tjertë i shfrytëzojnë në dopsi tona, sa janë si në futbol, nëse ti gabon, ta jep gol. Edhe këtu, tash kërkesat fillestare janë të arsyeshme, por pastaj këto për agendat të zaktuara tentojnë të shfrytëzojnë gjitha palët. Mirë, por gjithsesi se ju përmendët edhe faktin që Shqipëria ka shumë probleme me pronat. Dhe me sa kam lexuar e kuptuar, një ligj i vitit 1991 që ishte bërë për të rregulluar këtë çështjen e pronësisë, ka komplikuar edhe më tej dhe ka vështirësuar edhe më tej, ka shtuar në një anë pretendimet, e në anën tjetër dikujt edhe është shkelur e drejta mbi pronën e vet. A është e vërtetë që në gjykatat e Shqipërisë janë mbi 300.000 lëndë me subjekt pronësin, të cilat trajtone nuk kanë marrë epilog, pra prej që atëherë e deri më sot? Mund tjetë sakt nuk i di shifrën, po problemet për pronësi i di. Edhe një element tjetë për pronësis është që kompenzimin nga shteti nuk ka qenë në nivelin tonë. Unë e përmena rastin e Hadës, sepse një nga afër dhe e di atërë është marrë çmimi i tregut dhe me gjdo precizitet edhe një kotec nëse ka qenë ngritur, dhe më thonë është evidentu për të kompenzu. Kompenzimet Shqipëri e di që, kur kam bisedu se kam qenë shef misioni në Tiranë, e di që shumë njerëz kanë thonë që na është marrë prona, na është marrë hoteli, na është marrë shtëpia, kompenzimi nuk ka qenë në nivelin, dhe më thonë, të ekonomisë të tregu, dhe me çmim tregu. Dhe kjo ka kriju pakënaqësi natyrisht. Dhe njerëzit kanë pasiguri. Aja çfarë duhet unë mendoj, dhe më thonë që duhet qeveria, nuk mjafton dhe më thonë të thuhet që qytetarët duhet vrapojnë dhe të kërkojnë qartësi, por unë mendoj që njerëzit, zyrtarët, titullarët, duhet ja qartësojnë njerëzve, çfarë sjell, cilat janë bonuset e këtij projekti dhe në anën tjetër ka edhe një model tjetër që është përdorur edhe këtu te privatizimi. Për pronat e kontestuara deri në mjetet me një bankë dhe pastaj kush e fiton kodeksin gjyqësor, domethënë mund të marrë kompenzimin në mënyrë që të ecë përpara investimit, sepse Shqipëria unë mendoj që nuk guxon ta humbë një investim të tillë të jashtëzakonshëm, sepse duhet kemi parasysh një investim i tillë, pas që krijon vende të reja pune, gjeneron domethënë edhe mundësi për projekte të tjera zinxhirore. Dhe resor... Po, por nëse bëhet në këtë mënyrë, siç ka filluar pra në Shqipëri, tërësisht jo transparente, pastaj me... Vetëm që të jem pak më i qartë. Ky vendim në dokumentat zyrtare
i 2007-ës, vendimi i komunës për ndryshimin e emrave të rrugëve, sheshëve kështu me radhë. Nuk është zbatuar në dokumentet zyrtare. Pra, është shfuqizuar vetëm vendimi i komunës, jo zbatimi i vendimit. Dhe kësaj nuk ka ndonjë ndryshim të madh. As pushteti qendror nuk mund të imponojë, të tregoj njerëzve se si do t'i quajnë rrugët dhe sheshet, për shkak se do të vazhdojnë t'i quajnë ashtu siç i kanë emërtuar, për shkak se shqiptarët janë shumicë. Por as edhe vendimi i institucioneve për të përdorur emrat e vjetër nuk do të ndryshojë. Dhe këtu mendoj është problemi kryesor. Nuk është problemi kryesor ajo që është bërë temë debati edhe në Kosovë, por edhe diku edhe në Shqipëri, se ja u shfuqizuan emrat e rrugëve. Në fakt nuk kanë qenë asnjëherë të fuqizuar ato emra. Ata kanë qenë vendim komunal i cili nuk ka gjetur zbatim. Dhe tani është shfuqizuar vendimi i komunës e jo zbatimi i vendimit. Po, por ky vendim base për faktin edhe reagime të thoja të pritshme për shkak se deri dje në postën e tyre të ambistrive të banesave u kanë ardhur letrat me Dervish Cara, me Sheshi Iliria, ndërkohë që sot nga nesër ose nga pas një muaj do t'u vinë me Marshall Tito. Por mbase ka ngritur këtu një sentiment të tillë për shkakun se vjen menjëherë pas asaj protestës që kishin studentët e juridikut, ku ankoheshin për cënimin e të drejtës së tyre që provimin e jurisprudencës ta kryenin gjuhën shqipe, pastaj edhe ankesa të tjera që gjuha shqipe po cënohet, nuk gjen nuk gjen praktikim në standardin si që duhet ishte gjithandej në institucione. Pra është në një moment kur spaku po them që në Kosovë perceptohet si tillë, me element nacionalist ndër. Vetëm nëse më lejon. Është një tendencë nga ana e Partisë Maqedonase që nga 2024 është bashkë se pushtetit, pra nga VMRO DPMN-ja e Kristian Mickovskit, që të degradoj statusin e shqiptarëve, që të cënoj disa të drejta të cilat i fituan shqiptarët gjatë dekadave të kaluara, gjatë 3 dekadave të kaluara. Dhe kjo tendencë krijon frustrim dhe reagim të shqiptarëve. Dhe ai frustrim dhe reagim nuk është për një rrugë ose për një shesh. Është reagim i përditshëm, do të thoja, i qytetarit shqiptar. Sepse nëse marrim reagimet e partive politike, ju sërish mund t'i analizoni dhe t'i kuptoni se çfarë janë interesat e tyre dhe pse i bëjnë reagimet e caktuara, ose pse mbrojnë vendimet e caktuara qeveritare. Por nëse plasim për reagimin e opinionit publik, atëherë mund vëre një frustrim të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut lidhur me këto tendenca, të cilat kanë për qëllim të degradojnë statusin i cili ishte kompromis i marrëveshjes 2001, pra marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Marrëveshja e Kornisë së Ohrit nuk ishte maksimumi i të drejtave të shqiptarëve, por ishte kompromis i të drejtave, asaj që kërkonin shqiptarët që të jenë të barabartë për një moment në atë kohë. Dhe tani kur edhe ky kompromis goditet, natyrisht se edhe reagimit janë fuqishme. Mirë po kur një rrugë ose një shesh i cili nuk ka gjetur asnjëherë zbatim real, institucional, të bëhet problem aq i madh, ndërkohë që problemi nuk është te një vendimi i gjykatës kushtetuese. Problemi është sistemor këtu. Se është dhënë gjykatës kushtetuese aq shumë fuqi që të dalë mbi parlamentit. Ju paramendoni çfarë situate ka në Maqedoninë e Veriut. Ligjet të cilat sillen me badenter, pra me shumicë të dyfisht, që nuk kupton edhe shumicën e deputetëve shqiptar në parlament. Unë mendoj që Rama ka pas probleme pak me ministra, me gjithë se i ka ndryshu, do më thonë vazhdimisht, i ka ndru ministrat, pa i do të ndjek strategjinë e lodhjes. Do më thonë që me gjithat kjo është edhe një kualitet, do më thonë që policia nuk sillet brutalisht me protestues dhe protestues janë pacur dhe kjo është e mira, do më thonë që është të tregon një standard të ri, do më thonë, për Shqipërinë. Kishte një njoftim që ka nisur kallëzime ndaj disa prej atyre që konsiderohen që nga dita e parë kanë qenë në krye të protestës, pra po u inicohen
kallëzime për vepër penale, qoftë për mbyllje rrugës, qoftë ishin diku 80 Ato mund kallëzime. të jenë mos administrative, por në kuptimin e konfrontimit e si jemi mësu, domethënë sigurisht ato ngjarjet e janarit që kemi pas, domethënë ku njerëzit janë godit me armë, janë rrej, janë godit, domethënë me kështu dhunshëm, domethënë janë përgjak, ma nuk ka asë skena, sepse ata janë vetëdijshëm që nëse ka skena të tilla, zhvendoset vëmendja e demonstratës. Por demonstrata do ta ketë ose ne e tham pak më herët që ka shumë grupe, shumë interesa. Dhe duke qenë kaq heterogjene, unë jam pak skeptik nëse këta mund ta nxjerrin një kokë udhëheqëse. Dhe nëse nuk arrim të nxjerr kokë udhëheqëse, atëherë do të kjo demonstratë, kjo lëvizje do të sfumohet. Në anën tjetër, sa më shumë që zgjat, sigurisht që do lodhen. Në anën tjetër, shihet përmes rrjeteve sociale ka një tendencë domethënë të sensibilizohet diaspora, por diaspora mund sensibilizohet për disa ditë sepse ata janë njerëz domethënë që kanë vende punë atje të rregullta, nuk është si në Shqipëri ose në Kosovë dhe sigurisht që ata nuk mund ta mbushin këtë boshllëk. Përmend faktin që Rama në këtë protestë nuk po përdor policin për të shuar, megjithëse është tërësisht e qetë, por gjithsesi edhe do mund të tentonte të shpërndante protestuesit, por në këtë moment a e penalizon Ramën fakti që kjo protest mori për masa të jashtëzakonshme të vëmendjes ndërkombëtare. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ai nuk nxorri asnjë ditë policin që të kontrolloj turmat ose të tentoj të shpërndaj. A është vëmendja e shtypit ndërkombëtar ajo që në këtë rast ka shkuar në favor të protestuesve e jo të pushtetit? Pa diskutim dhe lëvizja paqësore domethënë tregon çfarë fuqie ka për pushtetin, domethënë e step pushtetin, sepse kur është e dhunshme i jep shans pushtetit domethënë që të jetë më agresiv dhe të jetë më i arsyetuar. Dhe mbi gjitha kjo masë protestuesve ne mund të themi që e shfrytëzojnë të tjerë dhe fundit secili shteti ka agjendat e veta dhe e shfrytëzon, domethënë, por përgjithësia është e atyre që drejtojnë Shqipërinë, domethënë që edhe ata ta shfrytëzojnë në dobinë e tyre ose gjejnë kanalet e komunikimit për ta të por. Unë mendoj që sjellja e Ramës tash do të ketë sukses kur herëve tjera varet, por ai sigurisht do ta djeg strategjinë e lodhjes, sepse strategjia e lodhjes i jep një favor domethënë që mund të përçojë drejtuesit e kësaj lëvizje dhe do të kenë vështirësi domethënë të etablojnë një grup drejtues dhe nëse këta nuk arrin me bën një grup drejtues, atëherë domethënë do të jetë pa finale kjo lëvizje. Kanë arritur të bëjnë një, le të themi, 5 pikësh të kërkesave, çfarë kërkojnë që në fund të protestës, tani është informata e fundit që po sjell. Kërkesa e parë është dorëheqja pa negociueshme e kryeministit Rama. Po, kërkojnë krimin e një qeverie teknike, edhe kjo ishte. Kërkesa e tretë lidhet me ndryshime kushtetuese, ku gjithë shtetasit shqiptar të jenë barabartë para ligjit në kuptimin që të miratohet drejta për referendum popullor dhe të bëhen ndryshime të kodit zgjedhor. Pra kërkojnë ndryshimin e ligjit për zgjedhjet, pastaj kërkojnë anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe kërkesa e 5 parashikon hartimin e një kontrate të re sociale mes qytetarëve dhe shtetit, e cila sipas organizatorëve do të përpilojë pas konsultimit me intelektual, ekspert, teknik, qytetar të tjerë, e tjerë. Këtë pikën e fundit nuk po e kam të qartë se çka është kjo kërkesa për kontratën sociale. Përvoja tonë politike dhe përvoja demokratike tregojnë që çdo gjë nuk mund të bëhet nga zeroja. Dhe fakti që krijon qeveri teknike, atëherë ti nuk mund të përjashtosh edhe partitë politike që janë. Ndërkohë që këta thonë që kjo elitë ka humbur besueshmërinë. Tash nga kush mund të krijohet një qeveri teknike ose kush do ta votojë. Domethënë nuk do të jetë bashkëkollaj, domethënë vetëm dorëheqja dhe pastaj qeveria teknike. Fjala revolucion është pak e madhe, në rastin konkret ka shërbyer më tepër për të nënvizuar, theksuar dhe përforcuar zhgënjimin, revoltën e njerëzve. Por është e sigurt që protesta që tani ka arritur disa fitore të saj, në radhë të parë ka vetëdijsuar dhe ka aktivizuar breza të tërë të rish
të cilët në fakt kanë qenë kryesisht indiferent gjatë zgjedhjeve, gjatë fushatave dhe nuk janë angazhuar politikisht si qytetarë kanë fjalën. Ndërkohë që në rastin konkret, shumica atyre që protestojnë sot janë pikërisht të ri, pra është një brez të ri i cili i shtohet aktivizmit politik dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, raport me betejën kundër qeverisjes aktuale janë të ri dhe janë qytetarë të cilët duke ardhur nga kategori të tilla, nga një lloj elektorati pak më i lëvizshëm, pak më fluid, më i papërcaktuar, tani kanë marrë një qëndrim të qartë kundër qeverisjes. Dhe në momentin kur do të shtrohet çështja e votimit, patjetër që mendoj që shumica dërmuese e tyre do të votonin kundër qeverisjes aktuale. Pra në një farë mënyrë protesta, objektivat e veta i ka arritur. Aq më tepër dhe që e ka vënë në një pozicion qartësisht të vështirë kryeministrin Rama, dhe nga ana tjetër ka shërbyer dhe si një lloj paralajmërimi i fortë për çdo lloj qeverisje të ardhshme nga opozita ose parti tjera që mund dalin në këtë moment. Pra, ju shihni që Rama nuk është më komod, pavarësisht që ai mënyrën se si komunikon me protestuesit nga distanca, let të kuptosh se ka një lloj arrogance që ta jep vetëm komoditeti i tepërt. Ka dalë nga ky lloj pozicioni Rama, për shkak se deri tani Rama ka mbajtur pozicione ose ka ndërtuar atë imazhin e dikujt që është cool, që është në mod, që është më i ri se sa kundërshtarët e tij politike, ka portretizuar me sukses nga pikpamja e tij opozitën si të vjetruar, të dalë mode, ndërkohë që pikërisht protesta me gjithë ato kreativitetin e vet, me memet, pankartat që ne shikojmë, e kanë nxjerrë jashtë loje dhe ja ka marrë këtë lloj monopoli ose këtë lloj pozicioni që ka patur më përpara. Dhe duket qartë në fakt që Rama është në një situatë vështirë, sepse shikojmë nga deklaratat që ka bërë, kërkon me insistim dhe publikisht të vetëve socialistëve që ta mbështesin mos ta lënë vetëm, dhe kur ti thua dikujt mos më lë vetëm, mesazhi që të gjithë marrin është pikërisht që e kanë lënë vetëm, përndryshe s'do bëjë kërkesa. Pra ka filluar një lloj braktisje ose dobësimi i besnikërisë së atyre, është bërë re kjo dhe për shembull me largimin e një deputete të Partisë Socialiste dhe bashkimin e saj me protestës, po dhe një dy shenja të tjera. Pra Ramën e ka vënë në vështirësi, është e qartë që nuk është një situatë e lehtë për të. Do të ishte shumë kollaj për Ramën nëse do të përballej me protesta përfshirë të mëdha nga ana e opozitës, por aktualisht ai përballet me protesta nga një kategori që nuk është e varur nga partitë e opozitës, por është qytetarë. Kjo është pikërisht ajo kategori e cila kur lëviz, kur vendos që të zhvendos votën në përzgjedhje, përcakton edhe se kush do të jetë fituesi. Dhe ky është shqetësimi kryesor i Ramës dhe këtë e reflekton edhe në komunikimin e tij publik. Mirë, se po diskutonim edhe me zotin Ukshini këtu dhe fakti që protesta pra në hierarki nuk ka një leadership politik, është shumë heterogjene, ka shumë grupe që janë bashkuar, mund të zgjas tepër, mund të degradohet në rast se zgjat edhe më shumë, sepse Rama pret lodhjen e tyre. Kërkesa është që të ketë një qeveri teknike dhe pyetja është kush do ta përbëjë atë qeveri teknike. Atëherë janë disa mënyra për të ndërtuar një qeveri teknike, por përpara se të themi se si mund ndërtohet, duhet bërë i qartë edhe funksioni i saj ose arsyeja se duhet një qeveri teknike. Duhet një qeveri, në fakt teknike është një term pak më i përgjithshëm. Unë vetë kam propozuar termin qeveri kujdestare, dhe ky term është rimar në ditët e sotme dhe nga të tjerë. Një qeveri kujdestare në atë shembullin e Maqedonisë, pra një qeveri e cila do të garantonte rreth parë zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, do të garantonte që partia në pushtet të mos përdorte dot administratën, të mos të shmangte dhe parandalojë edhe bashkëpunime me krimin e organizuar ose me klientët e qeverisë, me bizneset pranë qeverisë. Pra, ky do të ishte roli. Qeveria kujdestare do të ishte një qeveri që do të kishte kujdesin maksimal për parandalimin e këtyre problemeve dhe për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pastaj, se si do të bëjë, ajo që duket më e mundshme në këtë moment, do duhet bërë jo me politikan, për shembull me një lloj përfaqësimi të ekuilibruar të